e quajta një flusk, me që fluska shkrihet. Pak në qoftë se nxehet situata, fluska borës shkrihet dhe nuk mbetet asgjë nga e flusk. E quajta letrës zbrazët se në këtë propozim ligj, i cili një periudhë të gjatë kohore është mbrojtur me masa sigurie maksimale nga ana e Vlenit, që të mos e shohim. E lemo që të integrohen opozita. Po, e vërtet, edhe pse këshim paralajmëruar një debat publik, realisht, është u publiku shumë vonë, pasi arriti nga... Që të mos e shohim, e sidomos nga njëri ndër ministrat i cili ishte më shumë të përgjegjës për këtë çështje nga Arben Fetaj, i cili tash po i shpërlan duart dhe po thotë se kur zhos ka ndodhur, unë i kryta punët e mia dhe unë po shkoj tash po kthehem prapë në Belgjik. Pa e marrë ndonjë përgjegjësi se ka bën një dam shumë të madh në këtë qeverisje jo aq të shkurtër, po ashtu po thonë tash. Unë nuk e di, unë s'jam në qeveri për më mund me ditë. Dhe pas një rrugtimi të gjatë, i cili shkoi në Komisionin e Venecias, dhe pas shëtitjes në Komisionin e Venecias, prej disa muajve, fati madh unë e thash edhe në kuvent se fati madh që zbriti nga anijet e Venecias se dal nga dalja po na kthehet mbrapa. Në fund e pam versionin final të propozim ligjit i cili duheshte sot të kaloj në kuvent në lexim të parë. Për fat të keq nuk ndodhi për shkaqe shumë banale dhe shumë teknike se ka pas munguar dikush nga qeveria që do duheshte ta lexojë atë ligj, propozim ligj dhe të na binde neve se nuk ka propozim ligj më të mirë se ai. Tash ne si Bashkim Demokratik për Integrim kemi dhënë kritikat e tona prej momentit kur e kemi pa ligjin dhe duke marrë parasysh se ky ligj buron nga një antishqiptare e përbetuar si që është Karakamisheva në një kombinim me disa kolegë të saj të tjerë të cilët me çdo kusht po mundohen që të arsyetohen ligjin, i cili është një ligj, pra po e them, në letër të bardhë dhe nuk ka asnjë përmbajtje, nuk ka një pse themi se ligji nuk ka vlerë, se nuk ke formë ose mehanizëm për të vlerësuar ose për të cilësuar se sa duhet të punësohen në një institucion. Dhe pas asaj